Hey, përshëndetje nga një video tjetër. Jemi tek episodi, sot është data 6, jemi tek episodi 5 i bie. Por po, se nisa. Apo 6. Nisa. Edhe një video e re, një look i ri. Shikoni, dje i lava flokët, kur ju tregova. Edhe shikoni, ngjyra u bë më e bukur, sepse kishte pak refleks nga toneri, por e sigur që do nisi dhe të shkarkoj, por më pëlqejnë, duken goxha nice, edhe realisht floku ka dalë shumë mirë, i bëra dhe me vaj të Ada Herbs, i mbajta 2 orë, edhe pastaj u lava, edhe shkëlqen, është kaq e butë, edhe doja që t'ju tregoja produktet nga Ada Herbs këtë. Ky është, nuk e di, ky locioni është fantastik, edhe duhet që ta merrni, shikoni, tani unë e kam tundur, por e kam përdorur që këtu. Është kaq i mirë. Do thoya pse duhet më besoni, por shikoni pak flokët sa të bukur. Apo jo. Flokët janë fantastik. Edhe besoj se dhe flasi dhe tregojnë punën vetë, por në qoftë se nuk ju pëlqejnë këta floka, prap nuk më besoni, shkoni kaloni tek dyqani, se kjo gjë më pëlqen më shumë që është dyqan fizik dhe mund të kaloni dhe t'i testoni produktet, t'i shikoni nga afër, dhe në qoftë se ju pëlqen ai rezultati, atëherë kthehuni dhe merrni. Këtë e sigurt që aty do kenë tester dhe mund ta provoni pak tek floku, thjesht provojeni, edhe sa të buta i bën, edhe këtë elektrizimi. Unë në elektrizimi kam vuajtur. Unë i kam flokun tim e kam shumë keq. Domethënë nëse unë e lë pak krehur, do rri thjesht shumë i elektrizuar, nëse unë nuk vendos produkte dhe nuk se kam as kaçurela as të drejt, por nëse i stiloj, dhe gjëja që më pëlqen më shumë është që unë i stiloj vetëm një herë kur lahem dhe gjithë ditët e tjera, sepse unë zakonisht lahem një herë në 5 ditë i laj flokët, sepse floku në fillim më përpara kam vuajtur me thënë të drejtën nga yndyra, por kam marrë një shampo shumë të mirë që është për volum, po nga Ada Herbs, edhe më ndihmon shumë që floku rri shumë mirë edhe nuk duhet që ta laj shpesh. Edhe do i përdorni këto produktet, edhe do më besoni se sa të mira që janë. Pastaj kombinimi vajor e përdor vetëm një herë në javë, edhe shikoni pak. Shikoni sa më ka dalë flok këtu. Ja, edhe këtu janë po këtu. Shikoni këtu. Është i gjithi flok i ri. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse nga ajo që kalova në korrik dhe në gusht, nisi që të më binte gjithë floku këtu nga stresi, për shkak të stresit madh që kalova me Ruçin. Edhe Arve më tha, Rea, të ka nisur po të bien shumë flokët para, dhe prandaj dhe rënja e tepërt e flokut, që është edhe periudha në shtator, më bëri që të nisja këto produktet që i kam provuar edhe më përpara dhe i mora përsëri. Edhe tani po xhoni pak lavatricën, sepse po bën atë procesin e fundit. Unë do dal, do ikë pak në bank sepse kam punë, dhe ora nuk ka vajtur 11, do bëjmë dhe pazar, t'ju tregoj dhe pak outfitin. Realisht mendoj se outfiti janë flokët, por kam veshur këtë badin që bleva tek Zara dhe më pëlqen shumë kjo prerja, ka dalë shumë e motë. Këto xhinset i kam bler para 4 vitesh tek Mango dhe gjithmonë kur i vesh në Instagram gocat më pyesin. Nëse doni t'ju jap një sugjerim, xhinset që ka Mango janë shumë të mira, madje shumë herë më të mira se të Zarës, edhe ju sugjeroj që t'i merrni sepse nuk ka shanse të grisen, edhe rrin ashtu, nuk është se bëhen, keni parasysh xhinset e Zarës ndonjëherë kur i lënë në lavatriçe dhe i nxjerr, bëhen si karton, edhe nuk e di, nuk më pëlqejnë shumë. Edhe një gjë tjetër, hedhim edhe parfumin nga Ada Herbs, që ka aromën më të mirë. Unë kam shumë siklet me parfumat, sepse vuaj nga aromat dhe më zë, por ky ka një aromë freskie, lulesh, trëndafil, nuk e di, e adoroj, edhe është kaq i freskët. Dhe sa po më pëlqen nga vetja sot, dhe thoni, Rea, mos thuaj kështu. Po në qoftë se nuk ja bëj komplimentet vetes time, kush do mi bëj mua në këtë botë?
throw my hands up. I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. Give it all to you. Every hope, every plan, every dream that I've ever had, every prize, treasure I found. Yeah. Every life. Erdha në shtëpi tani dhe t'ju tregoj pak çfarë shpejt çfarë blem në market, vajta pak tek Biomarket, sepse e kam afër shtëpisë, në sakton aty kam shumë markete, gjithë, por aty vajta sepse doja të merrja disa produkte të mira perime bio. Okej, nisim tani. Mora selino të jetë në frigorifer për supra, për gjellë. Mora këtë focaccian që dua ta provoj tani sepse po më duket shumë e shijshme. Por e mora ishte e ngrohtë, po vonova pak të fita perime pastaj edhe që nga ftofër, po do ha pak tani sepse nuk kam ngrënë mëngjes edhe vajte ora 1. Mora kërpulla të vogla, këta, për t'i bërë me mish ose thjesht të skuqura. Mora pak pjepër, mora një finok. Për finokun më ka mësuar Ersi një recetë që e gatuan shpesh. Pakton mua ma bënte, nuk e din nëse bën aty në Gjermani mirësa, por është me salmon, është me portokall, është me finok, edhe shumë e mirë, edhe salca me piper. Mora kërpulla të vogla nga këto, që janë shumë të shijshme kur e vendos në ramen, edhe më një aron shumë të mirë. Edhe mora edhe bizele. Gjella me bizele, është gjella ime preferuar, por këto t'i pus në frigo, sepse mora edhe disa gjëra të tjera të freskëta, edhe të gatuajmë ato, të frishta. Si fresh! Mora fresh, erdhi sezoni preshit tani. Më ka futur ai zotria një majdanos, sepse mora disa gjëra dhe më pëlqejnë këto fruta perime, se gjithmonë janë shumë të sjellshme. Mora më shurka, që me 3000 kilja, po janë kështu të njoma shqipane që ka lezzet të bëjmë tani. Mora domate për gjellë. Tek marketi më kushton diku te 15.000 lekë, por tek këtu gjithë këto gjëra 6.000 lekë. Mora rrush. Shkoni sa një që ishte albi o vdesi për rrush. Edhe për atë e ka marrë. Mora dhe banane. Do bëj një banana bread, ndoshta bëjmë sot, ose ndoshta duhet të piq edhe pak këto që të jetë fix kremoze, me thënë të jenë të buta dhe të dali sa më kremoz gjithë brumi. Edhe ky ishte pazari që bëra dhe mezi kam ngritur dhe jam lodhur. Dhe pse isha me biçiklet, po biçiklete nuk e gjis këtu afër pallatit sepse është malore dhe kam të pamundur. Edhe tani do t'i vendosim në përvënde. Është një pazar shumë i shëndetshëm. Po provoj pak focacce, se më era shumë harë. Jo net, po më harë. Po provoj në harë të shishme se aroma shumë e mirë. Kam disa ullinë aty në frigo. Do isha humbir një gaj, sepse kjo nuk pas ka ullinë. I'm going to brush some hair. Okay.
guys, it's literally all. So I just had dinner and line and I forgot about all this. Something like this, and then give them if I make them Apo vendosa gjellën për të zier dhe nuk bëra mashurka sepse lëndova pak gishtin e preva me thik. Edhe duke prerë ato preshin edhe isha në fund fare. Edhe nuk më dëm dora, do me thënë do e lëndoj, sepse e kam bërë pak më fasho, do e lëndoj në qoftë këpus ato kokat e mashurkave, edhe do t'i bëj nesër, edhe zgjodha që të bëja preshin sot. Edhe shtëpia dhe frigoriferi mos mbante arome preshit, që kështu hajde ta heqim qafe. Tani do ndej pak rrobat, do hekuros pak setin që bleva, setin e fundit për krevatin, që t'ja vendos sepse e lava, dhe duhet të ndej rrobat sepse kam futur vetëm të bardha dhe aty ka afërsisht të gjithë peshqirat e bardhë që unë kam në shtëpi, që ishin për të larë. Do rregulloj make-upet sot, do rregulloj pak çantat, kemi shumë punë. Ky vlog do jetë vetëm për organizimi i jetës, ushqimi më i mirë, ushqim i shëndetshëm, ushqim në shtëpi, punë në shtëpi dhe gjëra ashtu. E di që edhe ju i keni shumë qejf, prandaj ju ftoj që t'i bëjmë së bashku këto punë. Edhe thjesht më vendosni aty, duke më dëgjuar, dhe unë jam shumë e sigurt që ashtu punët ecin më mirë, që kështu nisim nga punët e shtëpisë. Ndërkohë gishtin e kam prerë goxha, thjesht i kam vendosur këto pecet. Edhe nuk e di se si do punoj me këtë gishtin kështu. Po këtu kam rrobat që janë tharë, plus është edhe janë edhe ca rroba të tjera që duhet falosur, duhet gjetur vendi. Nuk e di realisht, kam ka shumë rroba sa nuk di ku t'i çoj, edhe sigur që do bëjmë një drop së shpejti tek Lucky Moon Shop, që të mund të hap pak vend. Dhe kemi udhëtimin. Pas 10 ditësh kam udhëtimin. Jam shumë e lumtur se kam qenë verë që nuk kam shkelur jashtë shtetit, që kur isha në Greqi. Këtë vit në fakt nuk kam udhëtuar shumë. Thjesht mirë ka qenë. Si isha në Gjermani, pa Gjermanin, pash Hollandën për herë të parë, vajta në Greqi, do iki tani edhe e gjeni dot se ku është një vend që me siguri do jetë shumë ftohtë. Tani është për momentin 11 gradë, tani paradite. Edhe unë nuk e di çfarë vishni ju në Europë 11 gradë. Dhe nuk më bën sens fare, nuk di çfarë të marr, sepse këtu është shumë vap, dalim me të shkurtra jashtë, e nuk e di tani duhet marr palto, duhet marr shall, duhet marr kapuç, duhet marr dorashka. Më ndihmoni, lutem goca ju që jetoni në Europë dhe për momentin jeni 11 gradë, 10 gradë, 11 gradë, 9 gradë. Domethënë është një temperaturë që duhet të vishem tamam. Ama se nuk di çfarë të vesh, realisht duket shumë përqeshur, po nuk e kuptoj, më duket e keni parasysh atë gjendjen kur jeni në verë, edhe ju thonë që do veshësh tani një xhup të trash ose një palto ose një shall, edhe ti ja bën besoj se më kuptoni. Ju që jetoni në Shqipëri më kuptoni. I don't like to see you crying on your pillow. Never wanted you to feel like I'm not there. But I know that in this life you will have trouble. I just wanna let you know that I'm still right. You see how I take care of a sparrow. You see how I'm still painting the rainbow. So let go of me. Going all out desperately when you need me the most. Thank you.
the lilac snow, drifting down so soft and slow. Outside my window, I watch it go. Oh, the lilac snow. Though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we know. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind. Unë sa po dola pak këtu tek vendi im sekret, që është afër kompleksit, edhe pash që ishte gati për të perënduar, dhe tash doja ta shijoja gjithë këtë natyrë dhe pamje të bukur, edhe mora librin Jane Eyre, po me thënë të drejtën një faqe lexova, edhe shikoni çfarë zhurmë. Fantastike. Edhe gjeta si kjo lulja. Kur isha unë e vogël, në Poliçan këtë lule ne e quanim lule gjize. Të paktën këtë emër, ja t'ju tregoj më në afër, të paktën këtë emër më ka mësuar mami, por e sigurt që kjo lulja ka ndonjë emër tjetër dhe dua që të ma shkruani këtu poshtë të komentet, edhe pse mund ta gjej në internet, thjesht dua t'ju them që një histori për këtë lule, por gjithashtu dua të di edhe se si e quajnë për krahinat tuaja këtë lulen e lezetshme, që në fakt më pëlqen ky emri lule gjize, edhe në qoftë se si po shikon këtë vlogun, jam e sigurt që do t'i kujtoj shumë gjëra kjo lulja, sepse kur kishim shtëpinë jo në Poliçan, por në Pronovik, aty ku kemi dhe fermën, kur kishim shtëpinë private, ishte mbushur plot, edhe nuk e di, më pëlqen shumë kur e shikoj. Më kujton fëmijërinë, më kujton kur isha e vogël, kur jetoja mes natyrës deri në moshën 6 vjeçare, pastaj kemi kaluar në Poliçan. Dhe dua t'ju them një fakt interesant për këtë lule, që jam e sigurt që shumë prej jush nuk e din, është që me këtë lule është helmuar Sokrati, ai është dënuar nga gjykata e Athinës, dhe kjo lule është shumë helmuese, mbahet ndër bimët më helmuese, kjo lulja e gjizës që mami ime quan të tillë, por nuk e di nëse e dinit këtë historinë. Ndoshta nuk është kjo lule fix, por kjo familje, te kjo familje futet. Unë tani nuk jam kurioze ta provoj. Aromë nuk është se ka, po shqyr Zotit kur kemi qenë fëmijë nuk kemi të nduar që ta provojmë, sepse thash që gjitha ato fushat përballë fermës dhe shtëpisë time private kur isha fëmijë, të më kishin mund të kisha rënë prej kësaj lule. Nisëm do ta hedh këtu tani, se aq helmuese është, në të njëjtën kohë është aq e bukur. Edhe kështu unë do lexoj edhe pak për librin, me që nuk është errur, edhe pse dielli perëndoi, por po më pëlqen shumë edhe kjo zhurma, dhe madje dini gjën më të bukur është që vjen aromë fshat, sepse këtu janë disa shtëpi private nga ana këtej është kompleksi ku unë panoj, dhe këtej kanë kanë dele dhe vjen ajo aroma e fshatit që unë e kam shumë qef. Edhe ka shumë zoq, kjo pema njerë që është e preferuara ime, ja adhuroj pemat. Edhe kur isha tek shtëpia e parë, që se e mbani mend, gjithmonë kur dilja në dritare ishte një pema aty që e shikoja çdo pranverë, çdo vjesht, edhe pse 2 vjet ndonjëta, po prap ja shikoja atë rutinën edhe ndryshimin e saj. Edhe më mungon ajo pema, do doja ta shikoja përsëri atë pamje.
Si po pres fundjavën, sepse do shkoj në malin e Dajtit bashkë me Alvion. Akoma nuk e kemi vendosur nëse do shkoj me makinë ose me teleferik, sa në fakt edhe teleferiku ka të bukurinë e vet dhe mali është bërë portokalli, po digjet është aq i bukur, vjeshta, e shikoj gjithmonë kur dal kur nisej për në shkollë, se kam pamje dhe duket aq madhështor, aq i bukur. Edhe mezi po pres që të shkoj, do shkonim këtë fundjavë. Por isha unë shumë e zënë me zyrën edhe morëm ato gjëra, të lodhem, por të dielën e sigur që do shkojnë. Edhe tani po dëgjoni ka shumë zhurmë, po lejnë disa qënë. Bëra kaq mirë që dola dhe duhet që ta bëj si rutinë. Edhe të dalë të paktën gjysmore ose një orë, sepse nuk më kushton asgjë, kam shumë afër, edhe mund të dalë edhe në mëngjes, sepse ne vuajmë pak në Tiranë për parqe. Edhe unë adoroj natyrën, edhe dua që kur të rritem, shtëpia ime të jetë një shtëpi, kur të hap dritaren të ketë një pemë gjigande, të madhe, e adoroj, nuk e di sa, më duket gjëja më e bukur, të jesh kati 2 ose kati 3, dhe thjesht ajo pema të jetë gjithmonë aty me ty, edhe e adoroj gjelbërimin kur duket nga shtëpia. Edhe gjithmonë më pyesni rea kur do blesh shtëpi në Tiranë, rea mos ke bler gjë shtëpi në Tiranë. Nuk e shikoj domethënë jetën time këtej rrotull thjesht në Tiranë. Nëse dua një shtëpi, dua ta marr në periferi, por për këtë gjë duhet të mësoj makinën, të ngas makinën dhe të shkoj, të vi, sepse ndryshe do mundoj Alvion ose me taksi. Por në periferinë e Tiranës, në ndonjë fshat, do më pëlqente shumë të kisha shtëpinë time. Por nëse ke shtëpinë ashtu duhet private, dhe nëse merr një shtëpi private, do shumë punë. Edhe mund tani të çohem dhe do iki në shtëpi. Thjesht ju thash për malin e Dajtit që mos e humbisni, shkoni. Edhe nëse nuk keni makinë, shkoni me porcelane, ju çon deri në fresk, merrni teleferikun dhe jam e sigurt që do kënaqeni, mund të bëni një piknik lart. Natyra është fantastike, mbaj mend nga vjet, ishte, nuk e di, madhështore. E adoroj vjeshtën. Është stina me preferuar, si më gjati s'ku më erdhi një qen. I ka tani se u erë goxha edhe kam frikë. So tropa. Për produktet e tua. Unë jasë të produkt tjetër. Do i tjetër. Qasë? Për flokët. Ky është kremi që Alvio përdor, edhe ja ka dhënë dermatologe sepse ka problem me skalpin e kokës. Po bëj video? Po. Edhe i them Alvios na gjithë kjo kërrav gigant thot në produkte, i them Alvios që nuk ka vend për produktet e tua, dhe Alvio ka këto produkte këtu, edhe këtë janë shtuar dhe këti. Se në dhe parfumin tjetër? Nuk e se i ka shtuar, na e trego parfumin jetë. Nuk e se i ka marrë nga qefi, thjesht ja ka dhënë dermatologe dhe kur ja jep doktoresh Monika i merr me patjetër. Ma je parfumin të tregoj. Madje Alvio më mbajnë shumë mirë klientët, edhe këtu duket se sa mirë më mbajnë, sepse më vjen plot me dhurata që i bëjnë klientët dhe mua më duket sigur Alvio është një profesor, e keni parasysh 7 marsin kur marrin dhurata, e po këtu
Ktu duket domethënë puna kur bëhet me shumë përkushtime dhe normale që një dhurata i bën një set Armani, atë setin e ripave. Dhe kurse këtë i kanë dhuruar këtë parfumin, që ka një këtë parfumi, unë nuk e njoh si firmë, ndoshta në njëra prej jush e nje, po e pash në internet që pushtonte shumë si parfum, dhe shkoni sa i bukur që është, por ka një problem që neve nuk është na pëlqen shumë si aromë. Edhe kur them neve, thjesht me Alvion kemi të njëjtat preferenca, na kemi qef këto gjëra aromat e freskëta. Ta hedhë mirë, nuk ishte keq. E prove? Po, valla vetëm mirë, po hiq. Do me thënë ju do thonë Alvio ka qef aromë lulesh. E ka qef kur e vendos unë, po ka qef erën e limonit, erën e detit, këto aromat. Ja si gjëra. Po dhe kjo nuk është aromë e keqe. Është aromë shumë e mirë, po ne nuk do rrasim historinë e këtij parfumi. Sepse ai klienti kishte bërë 2 parfume. Alvio si dha një tjetër, po ai vinte aromë identike me aromën e librës, të YSL-s, aromë vanilje, aromë shumë dimërore, shumë e ëmbël, po këtë aromën e urrej. Kam parë që ka fansa, na me sigur që shumë prej jush që më ndiqni e keni parfumin tuaj të preferuar, por unë e kam blerë aksidentalisht. Edhe sa po e provuam që të dy, sepse edhe unë kur e hedha të Alvin, më thotë mos e hidha mënë se realisht të zë është parfum shumë i rënd. Edhe kur na erdhi në shtëpi ai, çfarë ngjyre ishte ai jetë? Ky është i kuq, ai më duket si portokalli, si kësha? Atë jemi në lula, e arabe. E nuk e dim. I tipe, në alikës. Edhe na erdhi ajo provuam edhe i tha Alvio, he shiko, ka provoj në njëra të parfumit tjetër që ke bërë për vete se mua kë nuk më përshtatet. Edhe kështu. I tha të veti. Edhe kjo ka limon, po kishte... Po thjesht të personin e një goxha, prandaj ka konfidenca për t'ja thënë këtë gjë. Edhe ja, ky është parfumi, ta vendos këtë rafti, sepse është i pranueshëm, edhe kushtuar është i pranueshëm, si bëj dhe unë, por realisht nëse nuk e pëlqej unë, Alvio nuk e hedh më dhe e njëjta gjë ndodhet edhe tek mua, nëse nuk e pëlqen Alvio, asu nuk e hedh më, siç nuk po hedh këtë. Mos thoni që sa e pëlqej e reja ose kështu, po ne na pëlqej aroma e njëri tjetrit. Kam edhe këtë bluzën e Alvios që e blem këtë herë. Një shqyqy që nga për sartë. Dhe tani e kam lërë 3 herë, është bërë me një sartë, se kam ngërë makarona pa mua, kam ngërë një guini me fruta dhe ti hangër. I qërë të si. Dhe bukër është e piruni fundit të bërë. E malkoj, re. Jo, më që shkuar ti mua. Realisht të shkrim kur ha pa partnerin. Edhe kam këtë, e kam bërë para 2 vitesh. Dhe kërosmani. Ja, më nuk ka skaduar dhe ta bëjmë një shike, kam lartë 3 herë, të bëra me që se ka bërë, edhe nuk i ka nikur. Po fërkoj ti? Po të fërkoj pak, se kështu është. Kjo është duhet fërkoj me një copë të thatë për një këtë. Edhe heqim njollat. Si kalove, se sot që hangre për drejt, nga të regohë rutinën të sot rastësisht. Qa albe kështu bëhet me kolegët. Jo, më të restoranti që të përfëdhën punimet, po kuzhina është akoma punë edhe i shefiri aty. E qa ju bëri? Edhe moment që, në fakt po vinte Marvini, po kishte marrë 2 copa pice të lagunë. Kishte bërë pizza? Jo, po vinte Marvini, kur ta i kuzhinë priza, se unë kam bërë drejkë, unë do ikja. Jo, tash më kërri, jo do... Po zot, unë e pjesë që hëngre. Edhe na kishte bërë një tasje bab shumë të mirë. I thash unë e nga ndargë, thash, nuk e ka nivelin e tasje babi që për nëse e ina, më dhe i keq. E ka e thënë këtë të tohë. Për zotin, thash, po ka tjetër, i thash, se a i mision e Shirani, thash, u tha dhe... Betau që i të nëse me Po, për zotin, thash, po kam një person, për deri sa të respekton, dhe të jep shaka, ti duhet të thuash shaka, i thash shumë e mirë. Shko qa nga ka bërë mërë zot, kemi një paku me stikera, pse ke në gjitur atë për dera? Kot, për të arru shumë e vitit e rio. Shko qa ka bërë, të këtë që i bravës si quhet kjo? Edhe hanga. Na kanë gjitur këto, i kanë gjitur... bab, pilaf, edhe romstek. Edhe romstek. I ka dhani se më nisi marri quj.
se marritja është aksidentuar. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the